sa I përket takimeve ndërmjet partive politike, ju e dini që Kryeministri Kurti kishte përmendur dhe kryetari I Lëvizjes Vetëvendosje kishte përmendur që menjëherë pas certifikimit të rezultateve do të bëj ftesa për partitë politike, pra me qëllim që të arrihet një marrëveshje për çështjen e presidentit. Kanë qenë vetëm 2 takime, siç e përmenda. PDK-ja përmes zotit Hamza ka dhënë qëndrimet sa I përket vijimësisë së këtij procesi, ndërsa LDK-ja I ka pezulluar takimet për shkak të problemeve të brendshme. Natyrisht unë nuk merrem me problemet e brendshme të partive politike, janë të tyre, por duhet ta kemi parasysh që ne kemi afate kushtetuese për cilat duhet të veprojmë. Prandaj edhe nuk I ka mirëpritur apo nuk e ka mirëpritur vendimin për pezullim të këtyre takimeve, sepse megjithatë, nga takimi I parë që kam pasur, duket që ka qenë pak më ndryshe se sa takimeve që kishim në proceset e kaluara, në përpjekjen e asaj kohe për të zgjedhur, për të pasur një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit. Prandaj po theksoj se unë nuk e di se kur do të hiqet vendimi për suspendim apo për pezullim të këtyre takimeve, por është rëndësishme që kjo të ndodhë sa më parë. Sepse 7 gushti është dita e fundit që unë kam pasur në dispozicion për ta thirrë seancën konstituive, por pastaj ju e dini që kuvendi duhet konstituohet brenda 30 ditëve. E pastaj pas konstituimit I kemi 60 ditë për të zgjedhur presidentin. Prandaj nuk kemi kohë për të humbur dhe I gjithë fokusi duhet të jetë te takimet dhe tek përpjekja serioze, jo vetëm takime që nuk prodhojnë asnjë rezultat, por takime serioze dhe konsiderim I ofertave që mund të propozohen në këtë rast nga Kryeministri Kurti apo kryetari I Lëvizjes Vetëvendosje. Mu nuk më takon që të flas për pozicionimet e të tjera si këto, si ushtruese detyrës së presidentës, sidomos në këtë hapësirë në të cilën jam, unë mirë pres takimet, pres që ato të vazhdojnë sa më parë në mënyrë që të prodhojnë një marrëveshje për të kalimin e situatës dhe për zgjedhjen e presidentit, sepse siç e dini na duhen 2/3 e deputetëve. Sa I përket asaj se a do të jem unë kandidate për kryetare të kuvendit, kjo I takon fituesit, pra kjo I takon Lëvizjes Vetëvendosje, pra është në përgjithësinë e tyre se kush do të jetë kandidatja apo kandidati për kryetar të kuvendit dhe tash seanca konstituive është caktuar me 6 gusht, aty do të dihet nëse jo më herët se kush do të jetë kandidati Lëvizjes Vetëvendosje.